Në prag të ndeshjes së shumëpritur Shqipëri-Serbia, vlefshme për kualifikuesit e Botrorit 2026, autoritetet shqiptare kanë marrë masat jashtëzakonshme sigurie për të garantuar rendin publik dhe mbarvajtjen e aktivitetit. 2000 forca policie do të jenë të angazhuar, numri më i lartë ndonjëherë për një ndeshje futbolli në vendin tonë. Pjesë e këtij operacioni të gjerë do të jenë dhe njësitë elitare, Renea, FNSH, antiterrori, si dhe shërbimi informativ i shtetit, SHISH. Siguria më e madhe do të fokusohet te ekipi serb, i cili do të shoqërohet që në momentin që do të zbresë në aeroportin e Tiranës e deri në largimin e saj. Antiterrori do të ketë një rol qendror në menaxhimin e situatës, duke mbylqyer perimetrin e stadiumit, monitorimin e hyrjeve dhe kontrollin e kufive. Federata Shqiptare në futbollin e bashkëpunimit me institucionet shtetërore dhe agjencitë e sigurisë ka implementuar teknologji të avancuar sigurinë në stadiumin e Arena Kombëtare, duke përfshirë kamera me njohje fytyre. Kamera të lëvizshme për monitorimin në korale, si dhe pajisje antidron për të parandaluar çdo kërcënim ajror. Përreth stadiumit të gjitha rrugët hyrëse do të jenë të bllokuar, ndërkohë që kontrolli tifozëve do të jetë i detajuar përmes verifikimit të biletave dhe dokumentave të identifikimit me 4 kordon policie. Në kuadër të masave shtesë do të ketë patrullim ajror, ndërkohë që pushka antidron janë të vendosura rreth stadiumit për të neutralizuar çdo mjet fluturues të paautorizuar që mund të rrezikojë sigurinë e eventit.